police, la police. Do it like this. E ke lyptim ke shtimo o pa shpit. Edhe ke menute unë pram betimi. Është kthyer fuqishëm me një këngë dancehall reggaeton. E përbashkëpunëtor ka zgjedhur një këngëtar që i kall fllavet me muzikën e tij. Është ai Ermal Feyzullahu. E për këngën Mi Amore, Kida thot se Ermali e zgjodhi atë. Ideja me Ermalin nuk konë e Ermalit, me këngën me Ermalin, ai ka pas dëshirë dhe më thonë në bu bashkëpunim me mu, edhe mu për njëherë më ka duk një ide shumë interesant, se asë njëherë se kësha menu që kësha bu në i duet me Ermalin ose me zhondrit ti, po Ermalin më do këtë ma diçka që mundët mu përshtat me neve, edhe është një këngëtar për një me shumë e mirë, edhe konga që i kem planifiku me të dhe që është dalë, të më tonë është pritë shumë mirë. Mi Amore tashmë është bërë hit në YouTube, e kush fshihet pas suksesit e tregon Kida. Me një datë më ndoja normal që krejt na që kem punu në atë kongë, si të mas sapje të krisi për muzikën e mirë që e kam bo, menaxhmenti edhe gjithë shka spotit, qëto sen që është bo dhe me thonë atë. Kidën e njohim gjithmonë afër menaxhmentit on media, të cilën ajo se ka ndërmend ta ndërroj. Asnjëherë s'ko menu se jam dashur me kënaqur gjithë shka që kam punu, edhe do më thonë jemi një grup shumë i mirë që bashkëpunojmë me njëri tjetrin dhe i ndajmë ideat tona bashkë, edhe s'pa mene që i kësha ndru. Të rishashëm shumë mirë. Në karrierë, Kida ka mbështetjen e familjes datë pavarësisht se ka raste që nuk e shohin me javë, prap se prap i japim përkraje maksimale asaj. Mbështetje më të madhe kom prej prindve, edhe krejt familjes, edhe më ndej gjithashtu edhe Andrejkës krejt që më kanë mbështet, po normal që kryesori jam me të familja, se ata të mbështesin gjithmonë mirë në të keq, kështu që nuk ta kthejnë shpinën asnjëherë, po edhe me grupin dhe me thonin na përshtat shumë mirë dhe më kanë mbështet ashtu shumë mirë. Për verë, planet e Kidës janë shumë të mëdha, por momentalisht ajo është e koncentruar në përfundimin e shkollimit. Kemi plane edhe për verës, kemi edhe shumë projekte tjera që i kemi mendu me sjellë gjatë këtij vitit. Tash jam të përfundu shkollën, nuk po kam kohë me dalë, fatkeqësisht. Kam koncerte kohën e lirë, dhe me thonë zakonisht kur të mbjenet e kaloj në shtëpi ose në studio të punu ose diçka të bu ose të pushu zakonisht mas shumë ti. Këngëtarja e re për momentin thot se nuk është duke u menduar për dashuri dhe se është e koncentruar totalisht në karrierë dhe në shkollim. Njerë për njerë jo, edhe po du mi u përkushtu karrierës me arrit diçka që unë e kam mendu. Të me thonë, edhe dashnia nuk është najsen që nuk duhet me gjetë, po i vjen koha dhe asaj, kështu që njerë për njerë muzikën. Në fund, Kida ka premtuar se për fansat e saj ky vit do të jetë shumë aktiv, me këngë të reja, solo e bashkëpunime, të cilat shpreson që do të pëlqejnë shumë nga publiku.